Vetëm 15 kilometra në verilindje të qytetit të Shkodrës, mbi 800 metër në nivelin e detit, ndodhet Kalaja e Drishtit, një monument kulturor i shpallur në vitin 1948, por prej vitesh, ky monument kulture i një rëndësie të veçantë vijon të lihet në harresë nga institucionet. Objektet historike në këtë zonë, po ashtu edhe banesat të cilat janë identifikuese për historinë e Kalasë së Drishtit, tashmë janë degraduar, ndërkohë që vëmendja i drejtohet institucioneve për ndërhyrje dhe rigjallërimin e kësaj zone. Kalaja e Drishtit me një peshë të madhe historike është lënë në harresë nga institucionet përgjegjëse, edhe pse është monument kulture i kategorisë së parë. Rreth 10 vite më parë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ndërtoi Muzeun e Kalasë me një shifër prej 380 milion lekësh, por nga vëzhgimi i kësaj të premte duket se muzeu është amortizuar, duke filluar të dalë jashtë funksionit. Ndërkohë, përveç këtij projekti, rreth 3 vite më parë u bë publik edhe një tjetër, ai i rihetëzimit dhe përmirësimit të vlerave të Kalasë së Drishtit. Qëllimi i këtij projekti është të kthejë Kalanë në një destinacion të mirëfill turistik, duke rritur numrin e vizitorëve e duke ndikuar në zhvillimin social-ekonomik të banorëve, por deri tani, siç duket edhe nga pamjet, nuk është marrë asnjë mas për fillimin e projektit. Kjo zonë, e banuar nga më pak se 10 familje, mund të ishte kthyer në një destinacion të preferuar turistik, por si shkak i mungesës së investimeve, monumenti kulturor vijon të degradohet dita ditës. Në ditën ndërkombëtare të monumenteve kulturore, vëmendja i drejtohet drejtuesve të institucioneve përkatëse për më shumë mirëmbajtje të këtyre objekteve, në mungesë të projekteve konkrete për rivitalizimin e tyre.